I falenderoj të gjithë, ku në veçanti modin Agim Tepa. Pse Agimi? Atëherë Agimi ka vendosë, me shoqatin e tij, me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, ka vendosë një standard. Edhe ky standard, cili është standardi? Agimi çdo vit sjell zona të reja, vjen me risi. I shoh nuk i shterojnë kur fantazit. Të uroj sukses e mbarësi e çdo të mirë Agim. Falenderoj gjithë të pranishme, gjithë kemi shok, miqë bashkëpunëtor, visare, se s'po të mos harrojmë një nisë do takimi si nga Hatri, Antoni, Viconi, Glasmi që s'mu më kur, profesor Nusretin e tjerë, gjithë miqë pranishëm këtu. Unë kam trajtuar një temë faktikisht për Gjergj Kastrioti, në bëhem ka material pa fund. Duke qenë se jam i specializuar për mesjetën e vonë, edhe pikërisht për periudhën e tij, për epokën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, deri tashmë kam shfrytzuar duke ndoshta shifra pa besueshme, por 1469 është referenca bibliografike, lista e burimeve që kam në fund të studimeve të mia, libra si pas përbotu, do ta mbyll ditë vit sepse ka 10 vite që marr me studimin e jetës së tij. Në për arkiva, në përbunime të ndryshme, gjithçka përveç edhe punës në terren, në gjitha vendet e Evropës ku e ka ushtruar ndikim. Atëherë unë e kam ndarë me pika, se këto është materiale ka shumë. Tema është fuqësia e Gjergjit, ose Gjergji pa mposhtur. Të pari kam vendosur 2 vepra ti, për herë të parë me vepra bëma, më të them më mirë. Gjatë kohës kur ishte në Perandorinë Osmane kur po rritën në oborin sultanor të Muratit II, pra pasi ishte dhënë peng besigrinë e Joti Gjergj Kastrioti. Dueli me luftëtorin skith ose tartar. Ato që kanë lexuar Marin Barletin kanë një përmbledhje shkurt, por kur të kam marrë zgjeruar se jam referuar në shumë autorë të tjerë, para dhe pas Barletit. Gjatë intervaleve kohore midis fushatave ushtarake, ashtu dhe si gjatë zhvillimit tyre, turqit osmanë kishin bërë zakon të organizonin duele midis luftëtarëve më të njohur të kohës. Nisti një tip stil si perandoria romake, pak a shumë, se kuptohet konceptin i perandorie edhe modeli që ndisni perandoria osmane së kohë. Pjesë e bashkëmarrëshme e këtyre shfaqjeve të ngjashme luftimit të gladiatorëve në Romën e lashtë ishte edhe Gjergj Kastrioti. Ai gëzonte statusin si luftëtar i më i fuqishëm dhe më i guximshëm në gjithë perandorinë osmane të kohës. Ka qenë atëherë shumë i ri, bëhet fjalë për ju kur ka nisur fushatat e para ushtarake, kishte marrë akademinë në Nderunë dhe sapo kishte dalë terren fushatat të zhvilluara edhe në Nazinë e vogël, në Turqinë e sotme, Turqinë moderne edhe në Europën juglindore ose në Ballkan. Dueli i parë i kësaj natyre u zhvillua midis tij dhe një luftëtar të famshëm tartar ose skith, i cili sipas kronikave arabe mbi Skënderbeun quhej Allabuk. Dhe kishte ardhur në Adrianopolis e Adrianën e sotme në Turqinë Evropiane, ku ka qenë sot kryeqyteti i Perandorisë Osmane para se të pushtojë Konstantinopolin në 29 maj 1453. Dhe ai sfidonte për të ndeshur me luftëtorin më të njohur në radhët e armatës perandorake të Muratit II. Të gjithë refuzuan me propozë se të ndeshin një duel me luftëtorin e huaj dhe të frikshëm, duke mos pranuar dhuratat e çmuara të premtuara për fituesin nga Murati II dhe qëndruan shtamur në vend. Skithi i dehur nga tmerrja që mendonte se i nxallte rradhët e tyre, dyfishoi me ndjesinë e tij. Por Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i njohur nga mburrit e tij, u hodh në rreth për përsëri armikun e tij të frikshëm. Pra, pa u regjistruar se regjistruar sot te Agimi jo me thyrkram. Por këtë duhet flasim vetëm Martin Segoni, nga Novogorod sa Artona Kosovës, i pesh villçin në Sokohen. Por edhe Dimitër Franku, këshilltari personal i Gjergj Kastriotit Skënderbeu, sekretari thesarit, i cili do t'i besoj më shumë di se ka jetuar vitet e fundit jetës pranë kryeherojt dhe burimit Doris Parr, dhe me pas Marin Barletit dhe autorët e tjerë që ndjekin këto tre. Të gjithë shkuese me voshën kryeherojt e interpretojnë këtë duel. Dueli i Gjergjit me luftëtarin e fuqishëm me trup madh skith apo tartar u zhvillua me trupa të zhveshur, të armatosur me shpata shkurtra, dhe në vend të ngushtë. Këti dueli homerik ka bërë edhe historinë e njohur skandinav Ludwig Holberg, i cili thotë se askush nuk pati kurrë ndeshje për këtë luftim me skitin e zymë përveç Skënderbeut, i vetmi që guxoi të dilte në shesh mejdanit duke mundur nga vlimtarin e madh. Një përshkrim detajor shumë të ngjashëm me variantin e autorit, se përmendë ka edhe shumë variante edhe autorë të tjerë në vonë. Do përmbledhesh me pak fjalë. Kur të dy kundërshtarët u futën në një vend të ngushtë dhe nuk mund të largoheshin shumë nga njëri tjetri, tartari mund mendojmë se kush i ndjek sportet e dhunshme oktagoni sa 8 këmbësh, ku luftojnë në disa vende të botit dhe luftu deri në vdekje, dhe sta vrasë sportistin tjetër me grushta. U propos të shkonte Gjergji me majën e shpatës në bark. Por Skënderbeu e vuri re dhe me një lëvizje shpejtë përpuli fort në formë harku trupin për të shmangur goditën, gjeti çastin e volishëm dhe vetëtim si kapi me dorën e tij të majtë krahun e djathtë të tartarit dhe ja preu shpinën me shpatë derisa te hyi arriti gërmazin.
Me pas dërgosje kundërshtari për në kontin gramet e fundit, ja preu kokën me letërën e shpatës dhe trofeun e vendosi pa kokën e prerë, e vendosi pranë kemve të Sultan Muratit II. Monarku Osmani i egzaltuar, krahas përgëzimeve e mbuloi kampionin e vet me dhuratë. Në kohën kur zhvilloi ky duel, Dimitar Franco vetë refencë Gjergj Kastrioti sapo kishte rënë në moshën 25 vjeç. Dueli i dytë, sërish në perandorinë osmane, ishte kulmi i tij, por ishte luftëtar dhe komandanti më i famshëm i armatës perandorake osmane, pa opsion atë. Dueli me kalorësit e famshëm persian, Yahya dhe Zamsa, kanë qenë dy kalorës famshëm persian aventurierë që shkonin në vende të tjera të kohës, në lindjen e mesme edhe në Afrikën e Veriut, me pagesë, me fitonin duelit dhe do të shenë basta dhe gjithmonë këshin darë fitimtarë. Luftonin të dy gjithmonë dykshëm, njëri tjetrin të pandarë, të dy kalorës, në kushtet e tyre. Kur u kthyen nga fushata e dytë e lavdishme, se u thosin Nazinë e vogël, Gjergj Kastrioti pushoi për pak kohë në nevojë. Dhe me pas familjes së bashku me sultanin për Bitini. Bitini është një rajon që ndodhet në Nazinë e vogël, Turqinë e sotme, për pjesën asiatike. Ky udhtim ishte më tepër një dëfrim sa për ndonjë çështje serioze. Në kohën kur ata ndodheshin kryqëzimit e vetëm Perandorisë Osmane në Bursa, atë ku varrosen edhe sot sultanët, dhe kanë varros deri vonë sultan Perandorisë Osmane, kryqëzitetin e tyre të parë, para se të deportonin në Europë, në kontinent. Erdhën te Sultan Murati dy burra nga Persia, Yahya dhe Zamsa, të cilët i kërkuan se t'i merrte ushtarët me rrugë. Për të mbushur mendjen se ishin luftëtarë shumë të aftë, ata i kërkuan monarkut osman se t'i vinte në provë, duke sfiduar luftëtarët më të rinj në radhë të ushtrisë osmane. Ndërto edhe turproi personale sultanit, gardën e iniciarëve, si ishin forca elite e kohës, mirë të kohës. Murati II e pranoi kërkesën e tyre me dashamirësi dhe hodhi syt nga vetët për të përzgjedhur luftëtarë më të fuqishëm mesin e tyre. Ai filloi të fliste njerëzve të tij dhe ofroi dhurata të shtunta në mënyrë që dikush të dilte kundër luftëtarëve persianë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të Muratit II, askush nuk doli vullnetar për të ndeshur as me Yahya dhe me Zamsa, as të dy bashkë as veçmës, por të mbërthyer nga Afrika apo shëndorin të gjithë me heshtje. Atëherë Murati II i zënë ngushtë vendosi të drejtohet Gjergj Kastriotit, të cilit janë të shumë mirë prenari, guximin dhe forcën e tij fizike të pazakontë. Çfarë po pret biri? I thotë Israel Sultani, kjo është burimi maratovet edhe Segoni, edhe Franco, edhe Barleti. Çmimi i këtij triumfi të ri tashmë është i joti. Shko atëherë, dëshmoj edhe sot rinin krenar dhe krahun tënd pamposhtre. Nxit si është të marrë për ndryshe turprotë, ose në ditë asnjë duel me dy luftëtarë persianë. Zgjerësi nuk vonoi as pak, por kërkoi se të silli me një herë kalin, së bashku me armët, dhe pasi doli përballë kundërshtarëve shkësuar nga prorritet e turmës, i pyeti dy persianët se çfarë rregulli dëshirojnë të mbajnë gjatë zhvillimit të ndeshjes. Ata kërkuan se i pari të mund të Yahya, i madhi, i cili nëse dilte fitues i jepte fund duelit. Po të dilte i mundur pas tij do të vazhdonte të luftimin në Zamsa, po me të njëjtin kusht të kalorësi i dytë. Zgjerësi pranoi me një herë dhe nuk ndryshoi qendrim as kur njerëz të Muratit II u derdhën rreth persian duke i thënë me të madhe se të mos rrezikonte vetë për të ndeshur në një luftim kaq të padrejtë. Pasi njerëzit u larguan të rivalet u vendosen në pozicion sulmin, arbitri lëshoi sinjalin e fillimit të luftimit nëpërmjet rënies së trombetës dhe kundërshtarat u vërsuan me vruk kundër njëri tjetrit. Duke i ngarkuar me shpejtësi të madhe, edhe pse i sulmuar pabesisht, pra nuk ishte ndonjë marrëveshje sulmuar të dy kalorës paralelisht. Gjergj Kastrioti, ato nuk respektuan pra kushtet e duelit, Gjergj Kastrioti i mundi dhe me pas i vrap të dy sahabe mbi sy, edhe pse sulmuan të dy paralelisht. Duke magnitur Sultan Murati me dy të gjithë pranishmit. Zamsa, secili sulmoi jashtë rradhe, ja përshkoi fytyn tepër te me heshtë, ndërsa Yahya me goditur rrufeshën me shpatë dhe arsheu krahun e djathtë deri pranë qafës duke shkaktuar një vdekje të llahtashme. Atë ditë Gjergj tregoi një guxim pa mas duke vrarë dy nga luftëtarët më të mëdhenj të kohës, më të famshëm të Persit. Pasi ndeshja përfundoi, u paraqitet Sultan Murati II si triumfator për fitoren e tij dy fish dhe i ngarkuar me dy kokat e armiqve të vrarë. Edhe këto dyja hodhën tek këmbët e sultanit. Për vetë sultanit Gjergj në vullum me ndërime të gjithë njerëzit e pranishëm, të cilët mbetën magnitur nga sotësia e tij. Tani duke le tek armët e preferuara, çfarë përdorte Gjergji kryesisht në deri mësuar me shpatën, zakonisht e kanë përdoruar në shpatë, faktikisht ka përdorur edhe armë të tjera, edhe me një talent të jashtëzakonshëm. Përveç shpatës, e cila ishte arma e tij e preferuar, rezulton se Gjergj Kastrioti ka përdorur në disa raste edhe me shumë mjeshtri edhe topuzin. E di ç'është topuzi më së humanisti italian dhe autori bashkohës, e ka njohur personalisht në Italinë e Jugut vitet 1461-1462, thotë se ky quhet Sabelikos, thotë se heroin kombëtar në luftim përdorte topuzin në sfera hekurin, por sidomos shpatën, që turqët mendonin se kishte një objekt magjik. Krahas shpatës dhe topuzit ai përdori me shumë mjeshtri dhe armë të tjera, si heshtën, shtisën dhe harpën me sheqera duke dhënë goditje të kepruese. Në betejën e parë Pollo kemi duele me komandantët osman kundërshtar. Me 22 prill 1453 është zhvilluar në periferinë e qytetit Gostivarit, në pjesën perëndimore të Gostivarit, rrugës që shkon për Tetovë.
Vrau komandantin Osman Ibrahim Pasha duke ia çarë kraherorin tepër me heshtë. Po dhe mbetejën e Kashorit në gusht 1465, Kashorin e fshat afër Tiranës, prandim të Tiranës. E vrau komandantin tjetër Osmani dhe renegatin Arber Jakub Bernautin duke luditur me heshtë në pjesën poshtë mjekës. Pashtu gjatë luftës për mbrojtjen e Svetigratit në 14 muaj drejt 1448, bie në sy dueli me komandantin Osman Firuz Pasha, të cilin e shtroi për vetë duke e vrarë në vend me shizjet, sepse kushti ishte duelit ishte se të dy mbani vetëm me harkë me shizjet dhe një mburoj dhe të luftonin ballë për ballë me kuaj, ballë për ballë njëri tjetër. Të e ka vrarë me harkë me shizjet. Svetigrad, po që që sot e Maqedoninë perëndimore. Atjere, fuqia fizike dhe numri ushtarëve armisë ai ka vrarë me dorën e vet, edhe duhet ta mbyll se mos të zgjatem shumë. Janë të shumë historianë se theksojnë se forca fizike e zgjedhjes së nacionalitetit është e pashtershme, ndaj çdo lodhje mundimi, ndërsa shpejtësia e lëvizjeve të tij ushtarakët mund të krahasohen me Incelibilis Keleritas ose Incelibilis Keleritas, latinisht shpejtësi pa besueshme, një Cezare ose me bezullimin e rrezeve të diellit. Prandaj kishin vend bizantinët nofkin tepat, dhe me thënë përbindësh, ndërsa tursit vetë shushin Yıldırım. Yıldırım edhe sot në turqisht e moderne si osmanisht do të thotë rufe, pra ati shpejt. Sepse të padurueshme për prisin Arber ishin vetëm shqetësia dhe preja. Ushtarët e tij shunin kryenxhën dhe e konsideronin jashtëzakonisht pa prekshëm nga godimet e armikut. E ne, François Combacher, është një autor francez, thotë se Suneve ashtu si udhëheci kryesor të Spar, sundimtari i mbretërisë së Jeruzalemit, Godfrey de Bouillon, kishte një forcë fizike të jashtëzakonshme. Po një autor shkruan se forcës së tij fizike të jashtëzakonshme i shtohet edhe një mundësi në lëvizmëri e tillë që kishin me pak pafasues se sa fuqia fizike. Sipas Marit Cekolit, pra përgjithësisht ato sonë është një betejave të numri ushtarëve të vrarë, se të nuk e lexojnë në burime të gjitha burimet shkruara të dokumentuara. Ka vrarë me dorën e vet mbi 2000 ushtarë turq sipas Cekolit. Ndërsa autorët e tjerë që janë shumë më vonë a çojnë numrin e vrarëve me dorën e tij deri në 3000, para se shkon në Italinë e Jugut në vitin 1460. Ndërsa historiani ushtarak britanik general majori John Mitchell dhe historiani amerikan William Jackson Armstrong, të dy këto shkruajnë se zgjedhja e ka vrarë me dorën e vet jo më pak se 3000 turq. Pra, shifra e vërtetë 3000 plus të vrarë me dorën e vet. Kjo shifër jepet vetëm për turqët e vrarë me dorën e tij gjatë periudhës 1443-1468, por nuk flitet për vrarët e tjerë, se s'ka nëse luftohet kundër turqëve. Atëherë, këto nuk llogaritën me shindra apo mira të tjerë, persian, arab, turkoman, bizantin, serb, bosnjak, hungares, bullgar e tjerë, që i ka vrarë gjatë kohës kur luftonte në flamurit e Imperatorisë Osmane me Sultan Muratin e dytë. Po ashtu, në kohën kur ka luftuar dhe kundër fuqive të tjera, për shembull, me venecianët, betejë kundër Republikës Veneciane, dhjetor 1447, 4 tetor 1448, vetëm betejën e Trinit janë vrarë rreth 5000 venecianë. Pjesë e madhe që arrin katarë, po janë vrarë nga ushtria udhëheqëse nga Gjergj Kasturi Sënderbëllë, dhe pjesë e madhe prej tyre edhe nga vetë dora e tij. Po ashtu, ka vrarë edhe dalmat, italian dhe francez. Italian dhe francez ka vrarë Italinë e Jugut gjatë ekspeditës ndihmë të mbretit Ferrante. Por edhe tradhtarët e katarëve shkëlqyzuan ngrihen kundër tij dhe Arbërisë së Lirë. Pra numri i vrarëve çose apo rreth 3000, unë besoj se janë rreth 5000 vrarë dorë tij. Kjo është rekord personal, do të theksim, edhe nëse e lëm 3000, nuk ka burime historike, por ndonjë komandant tjetër të famshëm, ose për shembull është kalor si Izi, një ndër herojt kombëtar të Anglisë që luftu luftën 100 vjeçare me Francën. Atë thonë se ka vrarë 2000 me dorën e vet, se më shumë. Më shumë se gjithë e dokumentuar Gjergj Kasturi 3000 turq. E siç thash, edhe të tjerë që nuk i numëron, mund të shkë shifra 5000. Njeriu tash mund t'i thuajmë edhe Lofken Angeli i vdekjes. Njeriu që ka përcjell më shumë njerëz botën e përteme me dorën e vet. Pra shkosa ka luftuar edhe brenda Osmane, edhe pas kthimit të tij atë. Atëherë falenderoj shumë. Juroj sukses e mbarësi çdo